Largimi i automjeteve nga 2 krahat e rrugëve si pjesë e marrë gjatë aktivitetit të Giro Italia në Durrës për herë të parë pak ditë më parë, solli hapësira boshe në qytet. E ndërsa ajo mas zgjati vetëm një ditë, si për t'na treguar se sa kaos shkakton mungesa e parkimeve në qytet. Automjetet zënë të 2 krahat e rrugëve në çdo lagje shesh të qytetit dhe përfundojnë në disa raste edhe në trotuar. Durrësi vazhdon të ketë probleme me parkimet si pasojë e mosinvestimeve në këtë fushë. Përjedhoj, qyteti ka gjithmonë rrugë të zëna, trotuare ku ecet me vështirësi dhe kaos herëherë në trafik. Ndërtimet pa plan të dekadave të fundit po japin pikërisht pasoja tani, pasi nuk është menduar për parkime. Mungesa e garazheve dhe vendeve të parkimit është një nga shqetësimet kryesore edhe gjatë sezonit të verës në plazhin e Durrësit. Situata me parkime nuk është përmirësuar dhe pasi ndërtimi i garazheve nën toksore është bërë detyrim ligjor, nga ana tjetër ndërtuesit përballen me probleme të shkaktuara nga ujërat nën toksore. Ende pa filluar mirë sezoni turistik, rrugët bllokohen shpesh nga numri i madh i makinave, ndërsa autoveturat e turistëve sistemohen në 2 krahat e rrugëve kryesore dhe ato dytësore.